transportuara, gjithë pjesa tjetër, qyta edhe qarku, gjithë pjesat tjera të brendshme janë prodhuar nga artizan shqiptar. Kryesisht janë prodhuar nga artizanët ose armëpunuesit e Shkodrës, Gjakovës, Pes, edhe Gostivarit. E më e veçantë është ndër këto për ne, për në Lezhë, është kjo pistoleta lezhjane, se këtë një emër thjesht lezhjane njëti. Është e punuar me hekur, kuptohet? Me klëf argjendi, e larën e arë dhe koka e dorezës, fundi i dorezës është në formën e kokës së arës. Pasuria më e madhe muzeu se këtu kemi trupin e flamurin më të vjetër shtetëror në Shqipëri. Flamuri i Princ Vitit. Kjo është valvitur nga periudha mars deri në shtator të vitit 1914. Dhe ky është i vetmi flamur, jo vetëm më i vjetri shtetëror që ekziston në Shqipëri, ndër më të vjetrit në Europë madje, plus kësaj ka një diçka të veçantë. Është i ruajtur në një gjendje fizike shumë të mirë. Është aq i larmishëm saqë aty mëson edhe për mënyrën se si jetoi dikur. Pjesa këtej, domethënë janë enë kryesisht enë kuzhine për të mbajtur ujë për të larë duar pasi konsumonin vaktin ushqimor, ndërsa këtu kemi do ta kesh parë ndoshta Muzeu Etnografik Krujës, pa edhe në Shkodër, por është gjendje shumë mirë, mangalli ose tangar me dy fjalë përdoret. Edhe mund të them kështu, më thojza kondicioneri kohës për shtëpi të mëdha dhe të hapura,